për nder të 28 nëntorit, ditës së flamurit, në Teatrin Kombëtar të Operës së Baletit, në Tiranë u hap ekspozita me fotografi të veshjeve tradicionale shqiptare. Autor të ekspozitës ishin Shkelzen Regja, fotograf profesionist dhe Bora Balaj, stiliste hulumtuese e etnologjisë. Në këtë ekspozit morën pjesë shumë personalitetit të larta kulturore, politike të vendit, në mesin e të cilëve presidenti Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha dhe kryeparlamentarja Josefina Topalli. Me këtë rast, autorët dhuruan librin I cili prezanton veshjet popullore. Ne kemi hulumtuar veshjet të cilat kanë një moshë 150 deri në 200 vjeçare dhe përbëjnë vlera të veçanta për sferën e traditës dhe të kulturës sonë kombëtare. Tha Balaj, sipas të cilës, kjo ekspozitë është një tjetër provë e kulturës materiale të përbashkët të hapësirave tona. Është privilegj për mua që me një ekspozitë të veshjeve tradicionale, me librin e veshjeve tradicionale që kemë realizuar që nga viti 2009 të prezentohemi këtu në Pallatin e Operës dhe Baletit. Bashkë në këtë ditë kaq të rëndësishme të prezentojmë punën tonë, po ashtu të prezentojmë një pjesë të traditës dhe së veshjes kombëtare në përshekuj në Kosovë. Si ishin përshtypjet nga njerëzit këtu? Po këtu, jo rastësisht, organizimi është shumë profesional. Këtu musafirët janë të gjithë, janë shtresat e larta dhe njerëz të kulturës dhe artit, po ashtu kisha kënaqësinë sepse ekspozitën e vizituan edhe krerët e shtetit shqiptar.
U prit ekspozita me një kënaqësi të madhe, sepse një pjesë e musafirëve ishte edhe jo e njohur me traditën e veshjes tradicionale në Kosovë, e shpritur shumë mirë, ka pasur njerëz të cilët janë ndalur, kanë shikuar, kanë marrë librat dhe besoj se edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë për ditat e mëdha të festave tradicionale të shqiptarëve. Sipas fotografit Shkëlzen Regja, fotografitë janë pjesë e katalogut me 170 foto që u votua 2 vjet më parë në Kosovë dhe që janë paraqitur edhe në ekspozitat e hapura të qyteteve të Zvicrës, Maqedonisë, Austrisë dhe Gjermanisë. Të them drejtën, sot ishte një festë për gjithë shqiptarët, po ashtu ishte edhe një festë edhe për ne, sepse ne arritëm që të organizojmë një ekspozitë me fotografi të realizuar nga unë dhe Bora Bala dhe stafi i Bora Fashion. Një ekspozitë cilën e kemi pritur shumë kohë, një ekspozitë e cila për fat mirë u realizu mu në festën e ditës flamurit 28 nëntor, ose më mirë themi 99 vjetorin e ditës pavarësisë. Ne jemi shumë kënaqur sepse për fat mirë patë shumë vizitorë, në mesin e tyre ishte presidenti Amir Topi, kryeministri Sali Berisha dhe shumë faktorë tjerë që janë këtu dhe ata mundan jashtëzakonisht kënaqen me ekspozitën cilën prezantojmë na me veshje tradicionale shqiptare dhe po ashtu ata u shprehen jashtëzakonisht mirë për shkak se ne prezantojmë veshjen tradicionale shqiptare, një veshje që është jashtëzakonisht e bukur dhe me këtë ne po tentojmë që të ruajmë traditën tonë shqiptare edhe njëkohësisht që ato të prezantojmë vende të ndryshme të Kosovës, Shqipërisë dhe shteteve të huaja. Ekspozita me këto foto të veshjeve tradicionale është mirëpritur edhe nga pjesëmarrësit. Kjo ekspozit normalisht ka si t'ishte më ndryshe realizuar prej fotove të Erzenit, gjithashtu dhe me mjeshtërinë e Borës. Gjithçka është realizuar në një mënyrë shumë perfekte dhe ju uroj atyre shumë suksese dhe ju gjithashtu. Tashti u njofta me këto, po i shikoja sepse kemi edhe në gjatë koncertit, po fantastike. Unë i pëlqej sepse unë lëvroj vetë në këtë fushë, pasi edhe koreografia fundit që kam bërë ka qenë me këto motive të shqiptare. Dhe them të drejtën, gjendje fantastike që ndoshta do kishte nevojë kështu arkivi shqiptar apo do kishte nevojë të gjitha institucionet kulturore, do kishte nevojë mbi gjitha populli që të njihej me këto tradita të mrekullueshme që kombion ka, sidomos të fushën e etnografisë. Mendoj që është një shërbes shumë i madhe që i bëhet kombit, aq më shumë nëpër këto historira apo nëpër këto situata që ne po kalojmë, në këto trajektore të mëdha që po kalojmë, do t'i ngelet brezave dhe është shërbes shumë i madh. Gjithashtu, me poat solemnitet, kjo ekspozit me fotografi të veshjeve tradicionale shqiptare e organizuar nga Klubi i Artit dhe Kulturës Sigal Unica Group Austria, u hap edhe në qytetin e Durrësit. Me këtë rast, u shfaq edhe filmi dokumentar për veshje tradicionale shqiptare. Autorët falenderuan të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre për këtë projekt. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për pranimin tuaj sot në këtë ekspozitë të fotove me veshje dhe kostume popullore të traditës shqiptare të shqiptarëve të kudo ndodhur në trojet tona. Dhe është kënaqësi për ne në dy aspekte. Sot kjo ekspozitë përkon me një ditë të veçantë, tepër të rëndësishme në historinë e kombit tonë, është dita e flamurit. Dhe në këtë aspekt, ndjenja dhe dashuria për kombin dhe traditën natyrisht gëshetohet me krenarinë e kësaj dite të rëndësishme të pavarësisë
të cilën ne festojmë me kaq dashuri dhe krenari. Është kënaqësi për ne të prezantojmë punën tonë 10 vjeçare përmes fotoveshjeve kombëtare, përmes traditës, kulturës dhe turizmit shqiptar që është andej kulturë. Ne jemi shumë të kënaqur që prezantohemi. Ju falenderojmë për pritjen, për organizimin, për të gjitha. Mirë për një falendërim e veçantë i shkon pronarit Zotit Shkenzen, i cili na ka ftuar, drejtorit, po ashtu edhe fotografit Shkenzen Rexha, i cili ka bërë gjithë punën time 10 vjeçare dhe përmes fotografisë të del në pak. Unë në radhë parë do doja të falenderoj drejtoreshën e cili të hapë, e cila na ka bërë të mundur realizimin e kësaj ekspozite, sepse kjo të them drejtën ka qenë një ëndër e jona, e shumë mëdhshme, për të realizuar një ekspozitë në të të rrjetet shqiptare. Po ashtu falenderoj dhe drejtorin e Zotit Shkenzen, me cilin kemi vënë kontaktet e para dhe kemi ardhur për përfundim që të realizojmë këtë ekspozitë, e cila besoj që në një mënyrë bën bashkimin edhe pothuajse të patrojë shqiptar. Ne jemi shumë të kënaqur sepse mune ditën e flamurit ne kemi arritur që të bëjmë një ekspozitë sot kishim në Tiranë, po ashtu edhe në Durrës, një ekspozitë e cila pothuajse u pëlqej zakonisht dhe besoj që së bashku me zonën Mora, e cila është ndërtuar këtu, kemi arritur që ju të sillim një knasi dhe të sillim veshje tradicionale, të cilat janë ruajtur me shumë fanatizëm nga nënat tona, nga gjyshat tona, të cilat këtë veshje e kanë qepur me shumë mund me sakrificë, e kanë punuar me qiri, e kanë punuar me gaz, dhe kjo veshje mendoj që ne bashkoni me zonën, por ne kemi arritur që t'ju rikultojmë shumë gjeneratave të cilat pothuajse kanë harruar këtë veshje tradicionale, e cila sipas nesh është një simbol, një kulturë shumë e lartë e popullit shqiptar. Posaçërisht e përgëzoj zorin autore e cila ka bën fotografi të munin e saj. Përgëzoj edhe Shkenzenin për fotografitë e mrekullueshme. Ky është një vit i caktuar, 9 vjetori i pavarësisë, por shqiptar me sakrifica shumë të mëdha kanë arritur deri në fund. Dhe e rrugës që mos t'i harrojmë gjatë fundare tona që i kemi si traditë në gjitha periudhë dhe urojmë me festën i përëroj gjithë për gjitha ato që kemi. Në këtë vizitë të trupës së krijuesve nga Gjakova, qëndroi edhe ekipi i televizionit Syrivision, me që rast u përpoq të prezantoj punën e palodhshme të autorëve. Vlen të theksohet se ekspozita me foto të veshjeve tradicionale shqiptare është mirëpritur edhe nga vizitorët dursak dhe do të qëndrojë e hapur deri në fund të kësaj jave.